dhe duhet i nështrohet patjetër terapisë. Sepse ne nuk mund të themi që një individ, nëse e kapim një herë këtë vlerë tensionit, të themi që ky duhet patjetër t'i nështrohet mjekimit. Ne gjurmojmë individin 3 deri 6 muaj për t'i dhënë atij të kuptoj ose për mjeku të ketë mundësinë që të që ti tani je i smur kronik dhe duhet të mjekohesh rregullisht. Në qartë. Dhe arsyeja pse duhet të mjekohet rregullisht është sepse hipertensioni ka disa ndërlikime të rëndësishme, të cilat afatgjata na sillin dëmtime të trurit, dëmtime të syrit, dëmtime të enëve koronare të zemrës, gjithashtu dëmtime të veshkave dhe dëmtime të enëve periferike. Çfarë duhet bëj një pacient që vuan nga hipertensioni kur ka atë të famshme që ne të paktën e quajmë në gjuhën e përditshme një kolpotensioni, pra që mund të shkojë mbase edhe mbi 19 ose mbi 20. Cili është hapi më i hershëm që dikush duhet marrë në ato momente? Absolutisht që ai në atë kohë duhet të merret me krizën, sepse mbi 19 quhet krizë hipertensive ose emergjencë, e cila duhet të mirë menaxhoj këtë. Ajo që doja të fokusohesha është që nuk duhet të jetë një rënje menjëhershme e presionit arterial. Më thënë njerëzit të mos panikosen dhe kjo rënje të bëhet në mënyrë graduale. Rekomandohet që 2 orët e para, kur ke këtë shifër tensioni, të ulet vetëm 25% e 19-s. Më thënë që rënja të bëhet në mënyrë graduale, sepse si ngritja e menjëhershme e tensionit, ashtu dhe rënja e menjëhershme është dëmtuese për trurin e njeriu. Po, në kushte shtëpie, çfarë mund të jetë hapi i parë që dikush mund të bëjë? Në kushte shtëpie është pak e vështirë që një njeri ta mirë menaxhojë këtë krizë hipertensive, nëse ai nuk i ka ndodhur më parë ose nëse ai nuk ka pas kontakt me mjekun, sepse janë disa këshilla dhe disa porosi që ai duhet i marrë nga mjeku që... Po, gjë e parë që njerëzit mendojnë, për shembull është ata përdorin limonin ose hudrën për ta ulur tensionin kur e evidentojnë që është i lartë. Në këto shifra duhet të ndërhyjë mjeku, jo individi vet. Janë disa ushqime të cilat ndikojnë dhe mbajnë presionin arterial në shifra optimale, po këto janë pjesë e dietës, sepse njerëzit ngatrojnë... Përfshin këto 2 produkte apo? Ujë me limon. Se njerëzit ngatrojnë dhe mendojnë që do ta mirë menaxhojnë vetë këtë krizë hipertensive me këto gjërat popullore. Këtu duhet medikamente, duhet ndërhyrja e mjekut, sepse siç thash, që rënja duhet bëhet në mënyrë graduale. Disa panikosen, dalim aty tek është ankthi që rrit tensionin apo është tensioni që rrit ankthin, dhe në këto kushte përdorin 2-3 medikamente dhe ndodh që ato të bëjnë një rënje të menjëhershme që është po kaq e dëmshme sa dhe rritje e menjëhershme. Blesot, po lançohet dhe po thuhet që të kemi shumë kujdes për preparatet që përdoren në gjuhë. Siç është përdorur rëndoma adalati. Po, adalati një, thoshim, poshtë gjuhës edhe... Jo, ka vite që kjo është hequr fare nga përdorimi. Përdoren medikamente që të ulen në mënyrë graduale. Pra, nuk këshillohet pjesa që në momentin që ke një krizë hipertensive të vendosësh një ilaç në gjuhë, pra është e pakëshillueshme. Të vendosësh në doza të reduktuara edhe të presësh që ta bësh këtë rënje në mënyrë graduale. Çfarë quhet një dozë reduktuar? Por nëse deri dje ke përdorur një kokër kaptopril, supozojmë tani mund të përdorësh gjysmë, sepse ka njerëz që ju bie menjëherë tensioni, ka njerëz që tensioni është rezistent. Dhe kjo pasaj duhet të bëhet nëpërmjet mirë menaxhimit të një personeli shëndetësor, nuk mund ta bëj vetë individi. Për sa i përket se kur ky individ do të hyjë në terapi të përhershme, ne këshillojmë që një javë të matet tensioni 2 herë në ditë, të bëhet në kushte shtëpie, dhe aty bindet dhe individi dhe mjeku nëse ky individ do hyjë në ndjekje të rregullt ose në trajtim të rregullt medikamentoz. Ka shumë rëndësi nëse vakti në të cilin ne e masim tensionin, nëse kemi kryer aktivitet, pra kemi ngjitur shkallët e pallatit, pastaj futemi në shtëpi për të matur tensionin, pra ka ndonjë kushte specifike se kur duhet matet tensioni. Në radhë të parë duhet të jesh 30 minuta i qetë. Duhet të kesh urinuar, po, të rish drejt në një karike të drejt, të jetë shpina e mbështetur mirë. Është shtrir fare. Jo, këmbët të mos jenë të kryqëzuara. Pra trupi të jetë në një qëndrim normal të tij. Në një qëndrim normal dhe tensioni duhet të matet në 2 krahët, sidomos kur je për herë të parë. Bie poshtë miti që të gjithë duan ta masin në anën e majtë, se ana e majtë është zemra. Presioni matet në të 2 krahët. Kryesisht është pak më i lartë në anën e djathtë dhe ne marrim për bazë aty ku është më i lartë. Dhe deri në
10 ml shtrydh zhiv, është normale që këto të kenë një ndryshim të presionit arterial. Nuk duhet të panikosen. Nëse kjo shifër është më lart se kaq, atëherë duhet i drejtohen mjekut për të parë një patologji tjetër. Aparati më i mirë për kush është për ta matur tensionin, se shpesh ka diskutime edhe për këtë elektroniku apo ai klasiku që janë. Mjafton që të jetë një aparat i certifikuar, se ka dhe aparate elektronike të mira, të cilat janë të sigurta dhe janë komode për mboshat e vëdhaja të cilët nuk e masin dot vet. Okej, pra edhe elektroniku e kryen mirë procesin e tij, se ndonjëherë ka një diferencë mes elektronikut edhe aparatit tjetër. Jo, besoj ta jep sigurinë ai aparati me veshët. Jo. Okej. Jo, janë të gjitha mitet. Pra këto janë këto mitet që shpeshherë njerëzit i kanë. E vërtetë është. Po edhe mund ta verifikosh, më fal, aparatin që ti ke në shtëpi me një aparat me vesh dhe nëse ato tregojnë njësoj, nuk ka asnjë problem. Është verifikimi. Doktoresha, faleminderit shumë. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi që të merrim këto informacione, ishin totalisht të nevojshme. Faleminderit dhe ne duke shpresuar që të kemi biseda dhe ditë të tjera së bashku. Të urojmë ditë mbar, ndërkohë ne do të ikim pak